Përshëndetje, mirë se erdhët. Bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premtet. Hënave kam në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje. Ndërkohë që të premteve bëj parashikimin javor. Si fillim flas një herë në lidhje me ndikimet të përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat me radhë. Këto video mund t'i gjeni tek kanali i YouTube-it, emri i të cilit është astrologe Denisa Shyle, dhe të cilin nëse e ndiqni, edhe unë kam më tepër mundësi që të bëj video dhe ato specifike që ju kërkoni nga unë, sepse kam marrë disa kërkesa prej jush. Paraqitjet e mia në televizion dhe këto janë të hënët të premtet. Hënave janë tek A2 CNN në programin Dita Jon, është në orën 9 të mëngjesit, ndërkohë që ditëve të premte jam tek kanali Top Channel në programin Në shtëpinë tonë, aty jam në orën 10. Përveç këtyre, të cilat janë shërbime për ju, për publikun, si rredo janë pa pagesë. Kam edhe shërbime personale, të cilat janë me pagesë. Këto përfshin analizën e hartës, mund të bëjmë parashikimin për një periudhë të caktuar kohore, të gjejmë cilat janë gjëra që kam të probabilitet për të ndodhur. Për të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë të lindjes, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes dhe si rredo ascendentin, mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes tuaj. Për të gjitha shërbimet e mia, këto që përmendë që janë me pagesë, mund t'i prenotoni nëse se më shkruani nga numri im i WhatsApp-it, i cili është i shkruar tek të gjitha profilet e mia, madje tek kanali im YouTube-it, mund ta gjeni tek çdo video e kam në ekran. Të gjithë ata që e din orën e saktë të lindjes, mund të drejtoheni në internet. Është një faqe shumë e lezetshme që e them shumë shpesh, është astrosik.com. Është vërtet një faqe shumë e këndshme, mund të gjeni edhe ascendentin dhe vendoset e tjera planetare dhe të kuptoni se edhe çfarë kuptimesh ka, sepse ka goxha informacione tek ajo faqe. Radhitja se si do t'i këshilloja që të dëgjoni parashikimet astrologjike, të gjitha, jo vetëm të mia, po të gjitha, është si fillim të dëgjoni pjesën e përgjithshme, sepse ajo na ndikon të gjithë, ndikon natyrën, ndikon shoqërinë, prandaj na prek në një mënyrë ose në tjetër, na prek të gjitha. Ndërkohë që pas asaj do t'i këshilloj që të dëgjoni ascendentin, sepse është më personal, dhe pas ascendentit të dëgjoni shenjën tuaj të diellit, pra shenjën që keni lindur. Ndërkohë që kur bëj parashikimet për ciklin e hënës, siç do ta bëj të hënën për shembull, gjatë asaj do të këshilloj që të dëgjoni edhe shenjën e hënës tuaj nëse e dini. Java 11 deri në datën 17 maj. Gjatë kësaj jave kemi 2 ndikime shumë të rëndësishme. Një e para, shenja e dashit. Java në vazhdim do të fillojë me hënën të vendosur tek shenja e peshqve. Kemi një ndikim pozitiv gjatë asaj dite, në përgjithësi për gjitha shenjat, ndërkohë që për shenjën e dashit ky ndikim pozitiv vjen në lidhje me botën tuaj të brendshme. Kemi një farë shërimi këtu, sidomos frikrat ose po e themi marrëdhëniet personale të cilat ju kanë lënë pak a shumë trauma, kanë lënë një farë frike për të komunikuar hapur ose për të krijuar diçka të re në jetën tuaj. Gjatë javës në vazhdim fillon edhe pak a shumë ai akulli që mund të jetë krijuar fal kësaj, do të fillojë edhe të shkret. Fillon që ditën e dielën të vërtet, pra që këtë të dielën datën 10, por ditën e hënë do ta ndijmë edhe më tepër këtë si gjë. Duke qenë se hëna do të jetë në takim edhe me nyjen veriore të hënës, kjo do të thonë që pak a shumë sistemi vërtet ju mbron në këto momente. Sidomos nëse këto marrëdhënie për shembull kanë qenë problematik me familjarët tuaj, ose për shembull mund të keni pasur një marrëdhënie e cila është shprishur nga familja, pra kanë ndikuar familja dhe shprishur. Kjo futen në një fazë tashmë kur kuptoni se pse kanë ndodhur të gjitha këto situata dhe fal kësaj keni mundësi dhe që t'i shëroni. Kemi një perceptim të ri komplet për familjen gjatë gjithë javës në vazhdim, në lidhje me vlerat, sidomos nëse keni pasur probleme ose po e themi në këtë mënyrë, nëse ka pasur marrëveshje të cilën me ngul nuk po mundesh që ta çoni deri në fund, sepse dini problem nga një anë ose nga ana tjetër. Gjatë javës në vazhdim, hëna e plot me mërë të themi, që do t'jetë tek shenja e demit, për ju do më thënë rivlerësim i gjithçkaje dhe gjetje e zgjidhjes së këtyre tematikave. Në përgjithësi është në lidhje me të ardhurat material, duke qenë se është një hënë e re tek shenja e demit, por për ju është përtej kësaj, se do të kemi një rivlerësim të gjithçkaje, sidomos në lidhje me punën që keni bërë deri tani, me investimet që keni bërë si tek njerëzit, po ashtu edhe në lidhje me karrierën tuaj. Është një javë vërtet shumë e rëndësishme, më duhet të analizoj. Vazhdojmë që të jemi në fazën ku heqim nga jeta jonë dhe për ju ajo çfarë do të hiqet janë problemet që në të vërtetë deri në këtë moment nuk kishit mundësi që t'i zgjidhni sepse nuk ishin të shkaktuar nga ju. Pra,
Sado që mund të keni punuar, duke qenë se kanë qenë në vartë si të tjerëve, nuk keni pas mundësi që të zgjidhni, ndërkohë që gjatë kësaj javë vërtet që gjeni zgjidhje të tilla. Dita e mërkur në të vërtetë është një ditë e rëndësishme, hëna do të jetë vendosur tek shenja e Demit tashmë, do të ketë kaluar më të themi. Dhe gjatë kësaj dite fillojmë që të futemi pak a shumë në fazën ku mbrojtja është më ulët për ju. Kjo do të thënë që mund të jeni pak më të hapur ndaj harximeve të tepruara. Investimet që po mendoni t'i bëni, do t'i këshillohesh t'i bëni ose ditën e hënë dhe ditën e martë, pra të shqyrtoni mirë të gjitha çështjet dhe t'i bëni ditën e hënë dhe ditën e martë, ndërkohë që për çdo gjë që ju duhet ta bëni, patjetër çdo blerje, pra çdo harxim që do të duhet që ta bëni pas ditës së martë, do të këshillohesh të jenë disa herë të kontrolluar në mënyrë të mos shkaktoni dëm vetes tuaj. Kjo nuk do me thënë se është patjetër e dëmshme, do me thënë që duhet jeni ekstra të kujdesshëm në lidhje me këtë temë. Ndërkohë që për sa i përket marrëdhënieve familjare, është një javë vërtet shumë pozitive. Vazhdimisht do të merrni informacione në lidhje me problemet që mund të jenë aktuale, në lidhje me dinamikat problematike që kanë qenë brenda familjes, dhe fal kësaj keni dhe mundësi që t'i zgjidhni. Marrëdhëniet që keni me partnerët tuaj gjatë gjithë kësaj jave mund të jenë disi të sfiduara, por jo në sfida në kuptimin që kemi sherrë dhe grindje, në kuptimin që ndihemi të sfiduar, sepse ne mund të kuptojmë që kemi bërë më pak se çfarë duhet për partnerët tanë, ose në disa raste mund t'i kemi keq kuptuar. Kjo është arsye që jemi të sfiduar për të pranuar atë çfarë duhet të bëjmë ose çfarë kemi bërë në të shkuarën. Prandaj dhe për shenjën e dashit që gjithë javës në vazhdim, fokusi kryesor është që të rregulloj pak a shumë jetën e tij, të fusi në një rrugë që do të jetë në vazhdim edhe rruga ideale për ju. Në të vërtetë në këto momente për ju kemi një intuit vërtet shumë të lartë, kemi mundësi të shumta që hyjnë në jetën tuaj, sidomos nga vëllezërit, motrat, shoqëria juaj e ngushtë ju japin disa ide dhe në disa raste mbështetje vërtet shumë të rëndësishme. Prandaj dhe do t'ju këshillohesh gjatë kësaj jave ta merrni me qetësi, t'i bëni gjërat dal nga dal, gradualisht. Kemi kohë, kemi vërtet kohë për çdo gjë për ta bërë, mjafton që t'i merrni gjërat me qetësi. Për sa përket shëndetit, jeni një shenjë që prekeni shumë, jeni vërtet shumë e prekur se do të kemi takimin e Marsit me Chironin tek shenja juaj, prandaj dhe të gjitha ato sëmundje me temperatura të larta që përmenda mund t'ju prekin më tepër, do të jeni vërtet shumë të vëmendshëm në çdo veprim që bëni, sepse mund të jeni më të hapur ndaj aksidenteve, të cilat mund të thonë edhe gjakderdhje. Prandaj shenja e dashit gjatë javës në vazhdim, çdo gjë, çdo hap ta hedhni me qetësi, ka rëndësi. Domethënë është vetëm gjë që keni. Ndërkohë që për gjitha gjërat e tjera pak a shumë ju vjen zgjidhja vetveti, mjafton që edhe për këtë të jeni me qetësi. Shenja e Demit është java më e rëndësishme për ju, duke qenë se do të kemi një hënë të re tek shenja juaj. Dita e Inte është një ditë e cila vërtet mund të bëhet problematike. Kemi prerjen e kokës të gjitha problemeve, pak a shumë. Sidomos probleme që kanë ekzistuar me partnerët tuaj ose me persona të cilët në një farë mënyrë kanë dëmtuar. Kur bëhet fjalë me partnerët tuaj, bëhet fjalë më tepër për marrëdhënie toksike, jo për marrëdhënie funksionale, këtë më duhet ta analizoj. Prandaj dhe këtë javë e mbyllni pak a shumë si me zor. Është shumë e rëndësishme, shumë e bukur si javë, vërtet është shumë e bukur, por e mbyllni pak si me zor, sepse ju duhet që të shikoni në surrealitetin për disa njerëz që në të vërtet nuk keni dashur ta pranoni. Ndikimi më i madh dhe pozitiv për mendimin tim është rregullimi i marrëdhënieve që keni me partnerët tuaj, me familjarët tuaj dhe në lidhje me punën, me karrierën tuaj. Pra, në qoftë se deri në këto momente pak a shumë e keni frenuar veten tuaj sepse nuk doni që të prishni këto relata që sa u përmenda, gjatë kësaj jave jeni të detyruar në një farë mënyrë, ju detyron sistemi më të themi që të avanconi. Kjo është për ju në të vërtetë diçka shumë e mirë, sepse fal kësaj spastroni nga jeta juaj të gjitha gjërat që nuk janë të shëndetshme, të cilat janë toksike më të themi. Ndikimi më i madh pozitiv për ju është bota juaj e brendshme. Edhe nëse doni, edhe nëse nuk doni, e keni pak a shumë si të hapur, si libër të hapur në këto momente që mundeni ta lexoni subkonsciencën tuaj. Prandaj dhe edhe për të gjithë ata që duan të vazhdojnë që të qëndrojnë në statusin quo, që të mbajnë jetën e tyre situata apo siç e thash persona toksik, e kanë pothuajse të pamundur këtë, sepse në këto momente sistemi po ju detyron që të futeni në një rrugë të re.
Në përgjithësi, kjo vjen me ndihmën e vëllezërve dhe të motrave tuaj, siç e thash edhe një herë. Kjo nuk do të thonë se automatikisht do t'i marrin për dorë ose t'i tregojnë një mundësi, do të thonë që thjesht mund të bëhen edhe shembull në jetën tuaj. Ndikimi më i madh pozitiv për këtë arsye vjen krijimi i stabiliteti. Ky stabiliteti është sa shpirtëror, po ashtu dhe material. Duke qenë se do të kemi këndë pozitive të Marsit me Venusin, kjo do të thonë që kemi ndikim shumë të madh pozitiv edhe për sa i përket çështjeve sentimentale. Sidomos lidhjeve që kanë ngelur pezull, është e vlefshme kjo, dhe kemi dalë në skenë të personave të cilët për shembull mund të kenë penguar këto lidhje që të krijohen ose të funksionojnë në disa raste. Është një ndikim shumë i rëndësishëm gjatë javës në vazhdim për sa i përket çështjeve sentimentale, sidomos për lidhje të cilat, siç e thash, lidhje toksike ose lidhje që nuk kanë filluar, ose i mbarojmë ose futemi në fazën që kuptojmë sepse nuk kanë funksionuar dhe i gjejmë një mënyrë se si t'i fillojmë ato. Për sa i përket çështjeve anës materiale, kjo është një ndër javët më pozitive. Ka një ndikim shumë të madh pozitiv sepse jemi aktiv ashtu siç duhet. Në hapen rrugët dhe kemi dhe aftësinë konjektive që ta përdorim këtë. Ndërkohë që në lidhje me çdo gjë që ka të bëjë me karrierën, marrëdhëniet familjare, gjatë gjithë javës në vazhdim ke një ndikim shumë të madh pozitiv, vërtet shumë të madh pozitiv. Doni apo s'doni ju, gjeni mbështetje nga njerëzit rreth rrotës dhe i gjeni rrugën tuaj. Pra, edhe nëse doni të rini në statusin po, siç e thash, paga shumë sistemi ju shtyn drejt një jete më të begat. Ndikimi më i madh pozitiv që kemi në këto momente, sidomos dita e hënë do ta ndini edhe më tepër këtë, është këndi pozitiv midis Diellit dhe Jupiterit. Kjo do të thonë që shtohet fati automatikisht, sepse keni edhe një mbrojtje vërtet shumë të madhe. Nëse në këto momente keni persona të cilët ju tregojnë një farë miqësie, vërtet që do t'ju këshilloj që t'i merrni parasysh dhe t'i hiqni nga jeta juaj ose të keni një farë distance. Pika e cila ka ndikim automatik gjatë javës në vazhdim, ditën e shtunë të themi, do t'jetë identiteti juaj, sepse keni një ndryshim komplet të perceptimit që keni për botën. Por përsëris, personat problematik duhet të hiqni tashmë nga jeta juaj dhe duhet të fokusohen tek gjërat që funksionojnë. Ndërkohë që në lidhje me shëndetin, këtë e lash pak në fund sepse më duhet të leja në fund, është një javë shumë e rëndësishme për ju. Kemi ndarë në skenë të problemeve vërtet të rëndësishme, sidomos personat që kanë probleme me diabetin ose me tiroide, sepse këto janë pjesë më të ndjeshme tek shenja e timit, mund ta kenë edhe më problematike këtë javë, sidomos dita e shtunë dhe diel do të preket edhe më tepër, dita e shtunë sepse do të kemi të re pikërisht tek një zonë brenda përbrendashmërisë tuaj e cila prek këto lloj tematikash. Prandaj të gjithë ata që kanë qoftë edhe një lloj simptome sa do të vogël që të kenë në lidhje me këtë temë, do të këshilloj që të shkoni patjetër te doktori që ditën e hënë, sepse mund të merrni masa dhe mund ta përdorni për këtë arsye në avantazhin tuaj. Pra në vend që të sëmureni, mund të edhe të gjeni kurrë. Shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve këtë javë ka shumë të rëndësishme, më duhet të them, por rëndësia më e madhe në këtë moment është që të qëndroni të qetë. Mërkuri është tek shenja e Demit dhe pak a shumë ka një farë paniku brenda jush. Ky panik vjen sepse keni shumë mundësi që ka në këto momente në rreth rrotull jush, por këto mundësi dhe mund të mos dini se si t'i përdorni. Pse? Sepse Mërkuri është i vendosur tek shenja e Demit, nuk e perceptoni mirë, domethënë. Pak a shumë ju vjen zgjidhja në mendje pasi ka ndodhur gjëja. Nëse qëndroni të qetë, jepni vetes kohë, domethënë që atë mendim që ju jep sa do vonë që t'ju vi, ta përdorni. Por në qoftë se bëni panik, automatikisht do të shkasin nga duar disa mundësi vërtet shumë të mira gjatë gjithë kësaj jave. Hëna e re e cila do të jetë tek shenja e Demit për ju është e rëndësishme sepse ndodh tek bota e brendshme. Kjo do të thonë që kemi mbylljen e një cikli i cili mund të ketë mbajtur të mbyllur, grack në disa raste. Kemi mbylljen edhe të problemeve që kanë të bëjnë me personat që kanë qenë të izoluar, kjo do të thonë në lidhje me burgun ose kanë pasur probleme me drejtsinë. Në disa raste mund të kemi pasur probleme edhe me shëndetin, pra kemi qenë në spital për një periudhë shumë të gjatë. Të gjitha këto si probleme, në të vërtet, në një mënyrë ose në tjetër mbyllen, gjejmë zgjidhje pra. Në shumicën e rasteve këto zgjidhje janë pozitive, por ka disa raste që mund të përfundojnë edhe në mënyrë jo të këndshme për ne. Në të gjitha rastet do t'ju këshilloj që të qëndroni të qetë. Arsyeja që them këtë është se
Vërtet që jemi futur në fazën ku shenja e binjakëve ka mundësi shumë të mëdha që hyjnë në jetën e tyre. Pra, edhe nëse diçka nuk zgjidhet ashtu siç ne kemi menduar, në të vërtetë është në avantazhin tonë. Sepse duhet na nxjerr përpara kjo si periudhë, që është një periudhë e gjatë 7 vjeçare, do ta nxjerr përpara mundësi të shumta që ne të jemi të lumtur, që ne të jemi të plotësuar ose më të themi të arrijmë kapacitetin e potencialin tonë të vërtetë. Prandaj, është një periudhë vërtet shumë e rëndësishme, gjatë të cilës ju mund të rriteni vërtet shumë. Edhe pse diçka, siç e thash, mund të duket në disfavorin tuaj, të vërtet është në favorin tuaj, mjafton që të qëndroni të qetë të dini ta përdorni këtë. Tani ku janë temat që prekeni më shumë? Në të vërtetë, këto janë tema që kanë të bëjnë me 3 tema të cilat janë më të rëndësishme në jetën tonë, që është marrëdhëniet personale, pra marrëdhëniet në çift, është karriera dhe familja. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me banesën. Në këto momente kemi mundësi shumë të mëdha për të ndërtuar diçka funksionale. Por kjo nuk vjen vetveti ose nuk ndodh, si të themi, thjesht. Ndodh nëpërmjet sfidave. Na del problem dhe e zgjidhim dhe ashtu gjejmë rrugën tonë. Ose në disa raste mund të na mbyllen disa dyert ku kemi investuar vërtet shumë dhe ne nuk duam, domethënë që të heqim dorë prej tyre. Në të vërtetë këto dyert po mbyllen sepse do të na hapen të tjera, po hapen të tjera më të them që janë më të përshtatshme për ne. Pra në vend që të këmbgujeni për të qëndruar aty ku nuk duhet të jeni në këto momente, do të këshillosh të fokusohesh tek gjërat që në këto momente po dalin në skenë. Nuk do të thënë që do t'i bëni gjërat menjëherë, kemi kohë, kemi mundësi për t'i bërë, po e nënvizoj, por thjesht duhet të shikoni fotografinë të plotë, jeni më të qartë pra se çfarë po ndodh në këto momente dhe pastaj të veproni. Për fat të mirë, duke filluar nga dita e njëjtë e tutje, do të kemi një përdorim shumë më të efikas të logjikës, sepse Mërkuri do të jetë në takim me Diellin dhe pas asaj dite do të kalojmë mbrapa tij. Që do të thënë, do ta shikojmë mirë situatën dhe pastaj do të vendosim. Ndërkohë që deri në këtë moment trupi jon vepronte, pastaj fillonim dhe mendonim, pas kësaj është komplet e kundërta, gjë që është ideale për ju. Shenja e binjakëve në lidhje me shëndetin në këto momente preket, por për fat të mirë nuk është se preket shumë. Domethënë, ndërkohë që shenja e demit dhe shenja e dashit preken në mënyrë të dukshme dhe negative në shumicën e rasteve, për ju ndonse mund të ndikojnë e kaloni shumë thjesht. Mjafton që të ruheni për gjërat që keni më delikate, sidomos ditën e njëjtë, këtë e përmenda, ditën madje edhe në fundjavë, po. Do të këshilloj nëse keni problem për shembull me frymëmarrjen, me astëm e të tjerë gjëra të tilla, domethënë jeni edhe më të vëmendshëm sepse këto janë ato të stimës, nuk kemi çfarë të bëjmë. Deri ditën e Mërkur, nëse se keni thashë teme që mund të dalin në skenë, sidomos në lidhje me partnerët tuaj, do të këshilloj që t'i vëzhgoni të mirë sepse janë vërtet nga persona keqdashës, domethënë dalin në skenë në këto momente thjesht që të bëhet ju varëmësi, që të dëmtojnë juve, domethënë. Prandaj vërtet që do t'i këshilloja që ta vërtetoni të mirë situatën dhe të mos veproni në bazë të thashë temeve që po të dëgjoni. Kjo është deri ditën e Mërkur. Shenja e Gëfores. Shenja e Gëfores është një ndër shenjat më të ndikuara në këto momente. Ka një ndikim sa pozitiv, po aq edhe të vështirë. E vështirë si është sepse jemi drejt një hëne të re, që domethënë energjia e hënës është duke ulur. Hëna është duke zvogëluar, prandaj dhe energjia është duke ulur. Ndikimi më i madh në këto momente është në lidhje me karrierën, vazhdojmë që të jemi këtu, marrim një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria në këto momente. Madje mund të kemi edhe rikthimin e disa personave nga e shkuara. Kjo vërtet që bëhet fjalë në lidhje me shoqërinë më tepër, persona me të cilën ne ndihemi mirë, ose njerëz që kemi njohur që nga fëmijëria jon, po e themi në këtë mënyrë. Në lidhje me çështje sentimentale, në këto momente shenja e Gëfores ka një avantazh shumë të madh. Ka një ndihmë shumë të madhe nga universi për të gjetur personin e jetës. Kjo është një ndihmë e cila ka kohë që është, por në këtë moment pak a shumë po thellohet edhe më tepër, polarizon edhe më tepër, prandaj të gjithë personat të cilët janë me më dyshje, sidomos me persona specifik, do të këshilloj që të shikoni të mirë, sepse në këto momente kemi një përdorim ideal të trurit tonë, të mendjes tonë dhe të intuitës tonë. Për sa i përket shëndetit, shenja e Gëfores është e prekur, ka ndikimi më të rëndësishëm në këto momente tek ajo çfarë konsumon, sepse gjithmonë kështu është, por sidomos kur dielli është vendosur tek shenja e demit, e kemi edhe më tepër këtë ndikim sepse mund të konsumojmë shumë më tepër se çfarë duhet, sheqer, pra ëmbëlsira. Prandaj do të këshilloj që në këtë pikë të paktën të jemi të vëmendshëm. Ndërkohë që të kemi një rutinë të shëndetshme, edhe kjo ka shumë rëndësi në këto momente. Pika më e rëndësishme është problemet që mund të dalin me kolegët.
Deri te Mërkur mund të kemi vërtet ashtë temet të cilët mund na bezdisin, mund të krijojnë probleme edhe në lidhje me avancimin tonë në karrierë. Personat që kemi rreth rrotën në ambient pak a shumë të gjithë sikur po na testojnë. Kjo nuk do të thonë se është diçka që duhet të reagojmë ose diçka që mund të bëjmë ndonjë gjë, përkundërse thjesht duhet ta durojmë që të kalojë sepse vërtet që nuk kemi zgjidhje në këto momente. Ndërkohë që nëse ne durojmë dhe marrim masa që puna jonë, ajo çfarë kemi bërë pra, nuk dëmtohet, atëherë përkundërse këta persona thjesht do të vazhdojnë që të flasin, ndërkohë që ne do vazhdojmë rrugën përpara. Ndikimi më i madh pozitiv për mendimin tim tek shenja gaforës në këto momente është pavarësisht të gjitha këtyre pengesave dhe individëve të cilët janë të pakëndshëm në këto momente, ka një avancim vërtet shumë të madh në karrierë. Ka një rritje kolosale në karrierë sepse ka një përgjegjësi shumë të madhe ndaj asaj që duhet të bëjë. Qëllimi që ka në jetë ka shumë të qartë dhe vepron në bazë të kësaj. Prandaj nëse jemi të kujdesshëm në lidhje me trupin, pra atë çfarë konsumojmë dhe çfarë nuk konsumojmë, detyrimisht e kemi më të thjeshtë. Në këto momente shenja gaforës me një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, vërtet shumë të madhe, do të këshilloj që të socializoheni sa më tepër që të jetë mundur që të rikthehen tek shoqëritë e vjetra, të kontaktoni njerëz që keni kohë që se keni kontaktuar, do të këshilloj me ngul. Dhe pak më tepër, duke qenë se do të kemi një hënë të re tek shenja e temit, për shenjën e gaforës këto më thënë vërtet fokusimi tek ëndrat, realizimi i qëllimeve që ne kemi. Domethënë në një farë mënyrë realizimin potencialit tonë të plot. Prandaj është një javë shumë e rëndësishme, pavarësisht se energjia është duke ulur, pavarësisht asaj. Do të këshilloj për këtë arsye që gjithçka ta bëni të programuar, nëse e bëni të programuar, detyrimisht edhe nëse energjia është duke ulur, mund edhe ta përdorni. Mund të anashkalojmë me të problemet në momente të caktuara. Okej. Shenja e luanit. Në këto momente, shenja e luanit është duke perceptuar se çfarë duhet të bëj. Sidomos në lidhje me karrierën, për të qenë një person i cili ka një farë autoriteti në karrierë tek puna e tij. Një ndikim i madh pozitiv, më duhet të them, sepse përdor intuitën në mënyrë ideale në këto momente, madje merr një ndihmë shumë të madhe edhe nga sistemi, njerëzit që kemi rreth rrotës, pothuajse të gjithë, familja, partnerë etj. Pothuajse nga të gjithë marrin një ndihmë shumë të madhe. Kemi ndikime shumë të rëndësishme në këto momente të gjitha shenjat e zjarrit, sepse kemi shumë vendosje tek shenja e dashit. Më rëndësishme për ju është fokusimi tek pengesat, fokusimi tek kushtëzimet. Këtu gjatë kësaj jave do të kemi rikthime të gjitha tematikave që mendonim se i kishim mbyllur në mars. Kishim një hënë të re në mars, në fund të marsit, e cila ndikonte drejt për së drejtit e pikërisht këto tema, kushtëzimet që ne kemi. I ripam edhe një herë në, le të themi, besimet tona, se çfarë edukimi duhet të merrnim etj. Ndërkohë që gjatë kësaj jave të gjitha këto tema rikthehen edhe një herë dhe i hedhim edhe një sy tjetër sipër. Në të vërtetë është diçka që mund të bëhet pak e lodhshme sepse mund të kemi dalin në sipërfaqe përsëri të disa probleme që mendonin që i kishim mbyllur, sidomos në lidhje me edukimin ose për të dalë jashtë shtetit, për shembull. Do rishikojmë edhe një herë, duam apo s'duam që të shkojmë jashtë shtetit, duam apo s'duam që të jetojmë brenda vendit tonë. Disa raste mund të kemi edhe disa oferta nga punë që janë në qytete të tjera, për shembull, sepse jo gjithmonë në shtetit. Prandaj dhe shenja e luanit gjatë gjithë kësaj jave do të jetë pak a shumë e mëdyshje se çfarë do të bëj. Në të vërtetë përfundimi shumë pozitiv. Mënyra se si mund ta bëni më mirë këtë është të dëgjoni intuitën tuaj, sepse në këto momente është vërtet shumë efikase. Personat të cilët pak a shumë ju kanë penguar gjatë kësaj jave bëhen pak a shumë të padukshëm ose sistemi ja u heq nga jeta juaj sepse keni shumë gjëra që po ndodhen dhe nuk duhet të pengoheni. Pra merrni një ndihmë shumë të madhe nga sistemi në këto momente. Ndërkohë që këshilla ime do të ishte që të mos harroni që të argëtoheni, sepse duke qenë se do të jeni shumë serioze gjithë kësaj jave, kjo është diçka që mund ta harroni dhe detyrimisht ajo energji që keni, pasioni që keni për jetën, automatikisht ulet. Ju jeni person të cilët duhet të keni të argëtoheni vazhdimisht. Duhet të keni kreativitet, harmoni ose më të themi argëtim, gaz, harre në jetën tuaj. Duhet ta keni vazhdimisht këtë gjë. Duhet të ndodhet diku aty, domethënë. Prandaj mos harroni patjetër që ta bëni këtë. Në mënyrë që këtë javë të përdorni në maksimum. Fokusi kryesor, këshillimi do të ishte që të jetë tek karriera,
dhe tek trajnimet, nëse keni mundësi t'i bëni gjatë javës, pra nëse keni të planifikuar diçka tjetër edhe më mirë. Ndërkohë që për sa i përket daljeve jashtë shtetit, do ta këshilloj më tepër gjatë kësaj fundjavë, jo javës në vazhdim, sepse java në vazhdim do të kemi disa vendose të cilat nëse dilni jashtë shtetit mund të haseni me problem ose me një tjetër, për shembull tek puna do t'ju duhet që ta prisni shkurt udhëtimin edhe tjetër. Pra nuk do e shihoni ashtu siç duhet. Kjo është e çfarë mundon të them. Ndërkohë që nëse bëni çështja fundjavë është komplet e kundërta, dita e diel, pra data 10 është shumë pozitive, mund të bëni çfarë doni ju. Shenja e Virgjëreshës. Kur kemi një hënë të re, tek shenja e Demit, siç do ta kemi këtë fundjavë, shenja e Virgjëreshës ndikohet në mënyrë kolosale. Këtu sepse percepton botën në mënyrë komplet të re, paga shumë ajo fryma e pesimizmit që mund të ketë penguar deri në këto momente që të veproni për gjëra të caktuara, projekte që keni në lidhje me jetën, trajnime, për çdo gjë paga shumë. Gjatë kësaj hëne të re, ju detyron që t'i rishikoni. Pse e keni penguar veten tuaj, cili është kushtëzimi vërtet dhe nga ka ardhur. Për këtë arsye, keni mundësi vërtet shumë të mëdha që t'i hiqni këto lloj pengesash nga jeta juaj. Sidomos kushtëzime ose fanatizme që kanë të bëjnë në lidhje me besime të ndryshme që janë implementuar që nga fëmijëria juaj, arrin që t'i perceptoni shumë mirë, ashtu siç janë pra. Thjesht imponime. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv gjatë gjithë javës në vazhdim, sepse Jupiteri do të jetë në kënd pozitiv me Mërkurin. Mërkuri është drejtuesi juaj dhe në këto momente është i vendosur tek shenja e Demit. Kur Mërkuri është i vendosur tek shenja e Demit, për ju do të thënë një ndikim shumë i madh pozitiv sepse keni rregull, rend në jetën tuaj. Krijohet një mënyrë jetese e cila është shumë e përshtatshme për ju, ose më them që e kuptoni mirë. Prandaj dhe kur ka një kënd pozitive nga Jupiteri, kjo shtohet edhe më tepër. Pak më tepër që keni një frymë të re e cila vjen edhe nëpërmjet shoqërisë. Prandaj edhe nëse keni ftesa për të dalë jashtë nga shtëpia, për të dalë, domethënë, për të argëtuar, do të këshilloj me ngushtë ta bëni. Nëse ftoheni në organizata të ndryshme ose në organizime të ndryshme, koncerte etj, çfarë do lloj gjësh të jetë, do të këshilloj edhe këto që ti pranonit. Në të vërtetë shenja e Virgjëreshës në këto momente ndikimin më të madh e ka tek karriera, por kjo është diçka që po ndërtohet shumë gradualisht, pra nuk mund ta bëni menjëherë. Në mënyrë që ta bëni këtë, duhet të jetë rrethi social njëri i shëndetshëm, duhet të jeni ju persona të cilët jeni të gatshëm që të pranoni këto gjëra të reja që po vijnë në këto momente në jetën tuaj. Në momentin që e bëni këtë, pra e lini universin që të punojë për ju, pra nuk e sforconi, keni mundësi vërtet shumë të mëdha që të krijoni një stabilitet shumë të madh ekonomik. Kjo është edhe pika ku po punohet në të vërtetë, sepse fokusi kryesor këtu është të rriteni në karrierë në mënyrë që të keni një stabilitet ekonomik, që të mund të ndërtoni ose të ndryshoni komplet jetën tuaj në bazë të asaj që ju duhet jeni. Pra, arrini vërtet potencialin maksimal në këtë jetë, po e them në këtë mënyrë. Marrëdhëniet sentimentale në këtë moment për shenjën e Virgjëreshës janë shumë të favorizuara, duke qenë se kemi një pasion shumë të lartë, sidomos në lidhjet afatgjata. Ndërkohë që për personat të cilët nuk janë brenda një lidhje, e shikojnë jetën e tyre ose veten e tyre me një frymë të re. Kjo do të jetë e vlefshme për komplet javës në vazhdim, sepse do të fillojmë me hënën të vendosur tek shenja e Peshqve, prandaj dhe perceptimi për lidhjet sentimentale për ju ndryshon për mirë, më të themi. Duke qenë se kemi pastrimin e problemeve në lidhje me çështje sentimentale, në përgjithësi, tek të gjithë ne, ju prekeni edhe më tepër, ndikojnë edhe më tepër në këtë rast pozitivisht, duke qenë se kemi këndë pozitive të cilat ju ndikojnë edhe juve. Natën, faleminderit edhe një herë. Mirupafshim.